Men ra minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Kush e shef për ju një të keq që ta ndron me dorë. S'ka mundësi me gojë, s'ka mundësi me zemër. Kjo është imani më i dobët. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jeni ummeti më i mirë që keni dalë në rrugën toksor, urdhëroni ka mirë, ndaloni për të keq. Domethënë, thirrja në fenë Allahut është obligimi i secilit musliman sipas mundësive. Bellighu anni walau aya, kumtoni për me nëse një ajet. Secili ka obligim thirrja në fenë Allahut. Mos thuaj se jo, këtë obligim e kanë hoxhallarët dhe talebët. Jo, edhe ti si musliman e ke obligim. Po, që nuk ke obligim se ka talebe dhe hoxha, sa i din më shumë, ama edhe ti ke obligim. Atë që e din dush me kallzu tjetrit. Andaj Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala thot se pozita e daves është pozita më e lartë e Allahu subhanahu wa ta'ala. Pozita më e lartë. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin. A ka njeri më të mirë se ai i cili thret në Allahun xhaleshanu dhe vepron punë të mira? Thotë unë jam pi musliman, nuk ka njeri që bën punë më të mirë se kjo që thret në rrugt të Allahut. Andaj duhet me di se ti davën e ke obligim, nuk mundesh me ikë ti obligimi. Ku ta marrësh vetë ke obligim, atëherë kjo ndoshta të nxit të punosh. 2. Ta mësosh historinë e njerëzve pasiv. Na përmendëm për shembull auton kur të mësosh, kur të lexosh jetën, biografinë e selefit edhe aktivitetin e tyre, e shef se ata kanë ndryshuar historinë. Edhe të kundërtën, kur të lexosh jetën e njerëzve pasiv, e merr vesh se ata kanë pas ilm, ama kanë qenë pasiv, veç për vete. Kur kush i përmend? Kur kush nuk mburet e nuk renohet me ta. Kur të lexosh dhe më thonë se ai ka pas ilm, o kanë shumë i nalt, mirë po është mshef në vetvete, është mbyll në vetvete, se shpërzime e njerëzit që ka përhap ilmin, thubadiava që ka pas ilm. Ku t'ja ka dhënë atë ilmin? Angana tjetër ka dikush shumë pak ilm, ka më i lëvishëm. Punëtor, e përhap ilmin e vet, e shef se ka bereqet prej tij. Andaj poeti ka thonë, ikra tarikha idh fihi al-ibar, lexoj historinë ta ka muslime, dha qawmu laysa yadrun al-khabar, kanë humba ata njerëzit që nuk dinë se ku janë lajmet e shëndosha. 3. Të ngjallish shpirtin e seriozitetit në vetveten tonë, do të bësh njëri serioz. Ti marrësh detyrat me seriozitet, jo hajgare ti zosh punë. Edhe davetin të zosh hajgare, edhe punën për islam të zosh hajgare, edhe leximin të zosh hajgare, edhe mësimin e Kuranit, jo, seriozisht. Saktojmë në këtë orar të mësimeve tona, po, ju lutem të jemi të rregull. Seriozisht të kapim këto sende. Sepse serioziteti është gjendje e zgjimit të pandërprerë të vazhdueshëm që të mundson shfrytëzim të madh të forcave të thirrësve në përmbushjen e kërkesave dhe shfrytëzimin e shanseve, duke mos defektuar asgjë prej tyre. Ky seriozitet i përhershëm është i rregulluar me atë që e përmend një dietar Sadiq Rafi, duke thonë se shpirti i veprës së përhershme është që kur ka vështirësi, nuk shkon vetë më e vështira, e rënda, e paralizueshme. Edhe kur ka lehtësi, nuk shkon në dembeli dhe përtasi, por mesat në mes, domethënë, që kjo e rregullon atë seriozitetin tan. Nuk shkon më u bosh i paprekshëm, shumë serioz, domethënë, nuk din kur me bë shaka ose me qenë domethënë i kapsh për nezet, ose vazhdimisht bën shaka dhe domethënë ai gara sa që je bosh përtasi dhe bosh dembel. Thot një dietar se prej kërkesave të luftimit në rrugt të Allahut është entuziazmi i zemrës dhe lirshmëria e saj me synimin. Është obligim që në zemrën tuaj të ketë zjarr që flakron. Aq sa flakron zjarri në zemrën e ndonjërit për juve kur e sheh djalin e tij smur, i cili nuk e lë rahat derisa nuk e dërgon te mjeku, ose kur vjen në shtëpi nuk gjen shtëpi asgjë për të ngrënë evlat e tij, fëmijët e tij. E kjo e çraton dhe e shtyn që të derdh edhe më shumë mund edhe punë. Domethënë, qatë shumë dhëtë me të brengos të i punë e islamit, sa kur e brengos prindin, kur është fëmija i smut dhe sa në gjenë ilaç për te. Ose, ashtë sa e brengos dhe më dhëmë prindin, kur vjen të shqipëvija s'ka buk me ongër e vladi vetë. E kini po që paniki i kaplanët të njerëzi. Qatë që ma shumë dhëtë me kaplu panika zemrën tane, kur të jeshef gjendje në umetit katastrofale. Kur shumica e muslimanëve kanë problem me imanin edhe kanë problem me faljen e namazit. Andaj të s'ki vakti me domethënë zemër gjara dhe me jetu komoditet, ki obligime dhe ki detyra të mëdha. Pra obligoheni të keni emocione të sinqerta, të cilat ju angazhojnë në çdo rast për të realizuar synimin tuaj. U ambush zemrën me qetësi, kurse mendjes suaj jep sinqeritet dhe lirësi. U tërheq tërë mundësitë dhe idetë tuaja, saqë çështjet e juaja private
nuk keni kohë me i realizu, bilem nëse ja jepni në pjesë të kohës, ja jepni duke e urrejt këtë vepër. Duhet të mundoheni që mos të harxhoni për çështje private dhe familjare, përveç një pjesë të vogël të kohës dhe mundit, kurse pjesa më e madhe dhe kryesore e drejtuar drejt realizimit të synimit tënd në jetë. Këto emocione, nëse nuk janë të regjistruara thellë në mendjet tuaja, të gërshetuara me shpirtin dhe gjakun tuaj, tu azotron mendje dhe mendimet e tuaja, ju nuk do të mundeni të lëvizni gjërat e palëvishme vetëm me fjalët tuaja. Domthonjë kjo është problemi. Islami të jetë preokupimi jot kryesor. S'ka problem tjetër për cilën mendon përveç se për Islam. Se si të fal namaz baba jot, se si të fal namaz nana jote, se si të mbulohet motra jote, se si të fal namaz vllau jot, se si të largohet pe harameve, domethënë fanefisiot e akrabaja, e rreth e mallit. Kjo është ajo që të preokupon të 24 orë në jetën tonë. Jo, se si unë të bona i pasur, e si unë të bona domethënë i bukur, e si të bona unë i tërheqshëm, e si të bona unë me autoritet, e si të bona unë me post. Obligimi jot kryesor është kjo gala dhe brenga për Islam. Po në këtë variant na do të shërojmë pasivitetin tonë në dave. Nëse na e kemi parasysh këtë ide dhe këta mendime, sigurisht se jeta jonë do të përjeton gjallëri edhe aktivitet shumë më të madh se sa që ka pas deri në këtë moment. Edhe domethënë faza ose etapa e katërt ku del shesh pasiviteti është në pasivitetin në personalitetin tonë. Domethënë jemi personalitet jo komunikativ. Nuk kemi mundësi me ndejt me njerëzit. Nuk kemi mundësi me u përzi me ta. Por tregohemi pasiv, largohemi për njerëzve, të vetmuar, egoist. Nuk kemi forcë domethënë për mu shoqëruar me njerëzit edhe me ndiku të njerëzit. Pra kemi për qëllim cilësitë që i përmendëm më herët domethënë dhe që shkaktojnë pasivizëm të njeriu, siç është dëshpërimi, dembelia, mbyllja në vete, largimi për njerëzve e tjerë. Ky lloj pasiviteti kërkon shërim të vazhdueshëm derisa të tejkalohet. Tejkalimi është i rëndë përveç për ata që u alëson Allahu subhanahu wa taala. Sepse këto smundje janë bërë natyrë e gdhendur në shpirt, nuk është lehtë të largohet. Domethënë kjo smundje gradualisht gdhendet në natyrën e njeriu saqë është e pamundshme mu largu. Ata njerëz që vuajnë nga ky lloj pasivitetit, duhet të drejtohen Allahu xhaleshanu me lutje që t'u largon këtë pasivitet. Pastaj të caktoj vetvetes plan, duke u ndihmuar me njerëzit që kanë përvojë domethënë shërimin e situatave të tilla psiqike, për të kaluar këtë krizë të madhe që ata e përjetojnë, ose s'paku ta paksojnë domethënë këtë problem që ata kanë me vete. Domethënë mos mundsin me komuniku me njerëzit, me ndejt me njerëzit, me u buzëqesh në njerëzve, me jetu domethënë me ta. Një dietar thot, prej kushteve të aktivitetit është krijimi i ndjenjave të njeriu se posedon gjëra të cilat mundet t'u afrojë tjerëve. Kjo është hapi i parë i cili ka mundësi me ngjall. Të krijosh ndjenja se ti kiç kam i kallzu tjerëve. Për shembull, ai që fal namaz, duhet me ndi se kiç ka i fol tjetrit për namaz. Vlerën e namazit, dobin që ti ke përjetuar nga namazi. A mos folin për atë i cili din shembull, ai i cili din se Allahu është një dhe besimin në Allah një të bjerë shumë të mira. Ki që i kalzon ati që beson tresh. Ndjenja që kryot e te, se ki që kam i ofru njerëzve, të cilët njerëzit kanë nevojë për atë që ti e posedon, shkakton të te aktivitet. Shkaktimi këtyre ndjenjave të ky njeri është shkak i lëvizjes dhe aktivitetit të tij. Kjo na bëhet e qartë kur të shohim të kundërtën e kësaj, domethënë, e kundërta, kur ti nuk di se ki diçka çka kemi dhënë apo. Atëra tregosh pasiv, dembel, çka kam me dhënë, s'kam kur gjë me dhënë. Çka kam me folur, s'kam kur nisem me kallzu. Se s'kam lezuar, s'kam mësuar, s'kam ndejt me njerëzit të mençur. Domethënë, kur nisem për asaj që përmend më parë se kena bën. Ama nëse ti je rregull për shembull në agjërim, atë ti e din lezetin e agjërimit, atë e nani vëlla. Edhe i fol për agjërimin nga ajo që ki përjetuar ti, për kënaqësisë që ki përjetuar. Edhe kur fillosh me i fol, sikur se më dal prej gojës tonë mjalt. Aq bukur e nitë se flet shpirti jot më. Atë që kanë ditë shpirti jot e flet. S'ka nevojë ti më filozofi me kallzu. Ndjenjat e tuaja e kallzon që ki fituar ti. Edhe mundohesh çat kënaqësi ta përjetoj edhe vëllau jot. Ama kur se ki ti agjërimi shembull, se ki përjetuar kënaqësi çka kemi kallzu. S'kam vëlla kur gjë s'kam me thonë. S'kam çka me fol. S'kam çka me shtuar. Edhe për fat keq që kjo është një realitet domethënë i muslimanëve ton.
Nëse s'ka çka